Vendin e Kosovës me Melos Kolshin nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Atëherë, Melos, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma, Donika, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit shumë, Melos, që je sonte këtu me ne. E pam që përsëri për 22 herë dështoi Kuvendi i Kosovës dhe partitë vazhduan me akuzat njëjta pas kësaj seancës. Çfarë a mund të themi që më futemi në një krizë thellë politike, çka tregon kjo situatë e krijuar? Atëherë akuzat s'po mungojnë, mirë po ajo që po mungon është zgjidhja dhe dalja nga kjo krizë. Realisht konsiderojmë si Instituti i Kosovës për Drejtësi që tashmë vetë se jemi në një krizë politike dhe kushtetuese parlamentare, për arsye që Kuvendi nuk po arrin që të konstituohet dhe kjo është një praktikë e re, ndërsa kjo praktikë përbën një praktikë negative që automatikisht në dërgon drejt krizës. Kështu që kriza realisht vetë se është e pashmangshme, mirë po deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës duhet që të mblidhen, duhet që të gjejnë rrugë që të konstituojnë vetveten dhe që të tejkalojnë një situatë të tillë, për arsye që një situatë të tillë është një situatë jashtëzakonisht e dëmshme dhe që nuk i bën mirë sundimit demokratik e kushtetues të Republikës së Kosovës, po ashtu ne si shoqëri civile, po ashtu ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi, nuk e kemi ndalur ashtu kur kritikat dhe shqetësimet tona në lidhje me situatën e krijuar në Kuvend kohëve të fundit. Gjithashtu sot patëm pra një aksion simbolik para Kuvendit të Republikës së Kosovës, ku kemi vendosur 120 karrike të zbrazura e në ato karrike kemi përçuar mesazhe për deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës për pasojat eventuale e po ashtu për të mirën e konstituimit të Kuvendit, për arsye që një gjë e tillë thuajse vetë se po neglizhohet nga secili deputet, për arsye që dimë se mbas të gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit është përgjegjësi dhe detyrë secilit deputet që të ofrojë zgjidhje për ta konstituuar Kuvendin, e po ashtu kjo situatë realisht kjo situatë që është e sotme nuk është paraparë që do të ndodhte ndonjëherë, për arsye që jo çdo situatë duhet që të parashihet me kushtetut, për arsye që ekzistojnë edhe ajo etika e morali politik që duhet që ta ketë secili deputet e që pra përgjegjës janë të gjithë për këtë blokadën që po e shohim sot, jo vetëm partia fituese ashtu siç po deklaruar. Partia fituese patjetër që ka një dozë ashtu goxha të lartë të përgjegjësisë, mirë po përgjegjësia këtu mbas të gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe nga prizmi kushtetues si takon secilit nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, për arsye që me një nga pikat e gjykimit të kësaj gjykate lidhje me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit në vitin 2014 është thënë që është përgjegjësi dhe detyrë deputetëve që të gjejnë rrugën e duhur dhe që të gjejnë zgjidhje për ta konstituuar Kuvendin. Andaj secila parti dhe secili grup realisht parlamentar duhet që të gjejë zgjidhje, që të ulen në tavolinën e bisedimeve e që jo vetëm të takohen në seancat konstituive, por që takimet e tyre të jenë më të shpeshta, në mënyrë që zgjidhja të jetë evidente, për arsye që ne po shohim takimet e tyre, po shohim deklaratat e tyre në hollin e Kuvendit e po ashtu edhe në për studio televizive. Pra konsideron që nuk ka përpjekje serioze për të arritur një kompromis politik? Padyshim që jo, përpjekja duhet dhe është dashur që të vijë më seriozisht nga secili partije, po ashtu me theks të veçantë nga partia fituese, për arsye që partia fituese ka edhe atë obligimin që të formojë ashtu ta arrijë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë tutje, për arsye që Kuvendi dhe konstituimi i Kuvendit dhe formimi i qeverisë duhet sipas vlerësimit të Institutit të Kosovës për Drejtësi duhet që të shihen paksa ndaras ashtu, jo të shihen për shembull konstituimi të shkojnë baraspesh me formimin e qeverisë, për arsye që konstituimi është interesi secilit deputet. Dhe duke mos pasur konstituim të Kuvendit, realisht nuk kemi as përfaqësim të qytetarëve, gjë që qytetarët e Republikës së Kosovës vetë se i kanë votuar e i kanë deleguar përfaqësuesit e tyre në Kuvend. Andaj ne tashmë jemi në një krizë, jemi me një blokadë institucionale, jemi në një institucion që është Kuvendi pa përfaqësim. Domethënë secili qytetar i Republikës së Kosovës tashmë mund të ndihet ashtu i pa përfaqësuar për arsye që nuk kemi një Kuvend të konstituuar
zbatuar, nuk mundet që të miratohen ligje, të ratifikohen marrëveshje ndërkombëtare. Ka shumë pasoja, ashtu pasojat janë jashtëzakonisht të rënda dhe secila nga këto pasojë duhet që të kihet parasysh nga secili deputet i Kuvendit Republikës së Kosovës pra i kësaj legjislature dhe që mos të shihet kjo situatë e tillë dhe mos të ipet përparësi pazareve politike po ashtu interesave personale para interesave të përgjithshme. Për arsye që një situatë e tillë dërgon në mospërfaqësim qytetare po ashtu në krijimin e një praktike jashtëzakonisht të dëmshme kushtetuese parlamentare në të ardhmen. Po, dhe njëra prej përpjekjeve të lëvizjes Vexhendosi po thonë se është kjo ideja për votimin e fshet, po i cili po konsiderohet që është jashtë procedurave të rregullores Kuvendit dhe gjithashtu jo ligjore. Tani e shihni si përpjekje që mund të kalohet përmes kësaj forme dhe të konsultohet Kuvendi apo do të duhet presim tani gjykatën kushtetuese? Atëherë votimi i fshet në seancën konstitutive është një praktikë prapere e cila është kërkuar realisht nga kryesuesi i seancës, mirë po votimi i fshet nuk parashihet me rregulloren e punës rregulloren e Kuvendit në seancën konstitutive. Parashihet në seancat e rregullta, mirë po jo në seancën konstitutive. Andaj por vetëm në seancat e rregullta. Si tillë ky lloj votimi do të duhej që të ishte propozuar paraprakisht. Kur e them këtë paraprakisht, nuk kuptoj faktin që partitë politike kur janë ftuar në diskutim kur janë ftuar nga ish-kryetari i Kuvendit të legjislaturës së kaluar, pra zoti Konjufsa, është dashur ose atëherë në përgatitjen e rendit të ditës ose është dashur që të diskutohen nëse është dashur realisht të propozohen dhe të futen në rendin e ditës në seancën e parë konstituive. Për arsye që seanca nuk llogaritet e konstituuar deri në zgjedhjen e kryetarit dhe në kryetarë. Pra nuk do të ishte shkelje në rast se do të futej fillimisht. Fillimisht është dashur që të propozohet e mandej nëse veç kalon patjetër që ka mundur që të shqyrtohet nga partitë politike, nëse votohet pro, atëherë të vazhdohet në një situatë të tillë, por në rregullore të Kuvendit nuk parashihet një gjë e tillë që mund të ndodhë, por një situatë e tillë domethënë nuk është parashikuar dhe sipas Institutit të Kosovës për drejtësi një situatë e tillë nëse vetë se janë numrat. Atëherë ku është rëndësia që të kemi votim të fshet ose votim të hapur? Atëherë, nëse janë numrat, konsiderojmë që patjetër që do duhet që të konsiderojë edhe votimi hapur siç edhe është provuar disa herë, për arsye që ne nuk konsiderojmë që mund të ketë ndonjë ndryshim eventual nëse veç votimi transferohet ose do të ishte realisht transferuar ose zëvendësuar prej votimit të hapur në votim të fshet, mirë po gjithherë ne bëjmë thirrje si Instituti i Kosovës për drejtësi që të ndiqet praktika e cila është ndjekur. Po ashtu ka pasur edhe deklarime që për nënkretarët që të votohen ndarazi. Edhe kjo situatë është një situatë e ngjashme për arsye që asnjëherë në konstituimin ose në praktikën tonë parlamentare nuk është vënë pa një situatë të tillë. Nënkretarët gjithherë kryetari është votuar ndaras ndërsa nënkretarët në pak dhe nuk duhet që të shihet as si opsion për arsye që gjithherë ka pas një funksionim të duhur të kësaj praktike dhe që problemi nuk është tek procedurat, por problemi është te vullneti politik i partive politike dhe subjekteve politike. Domethënë, një situatë e tillë duhet që të zgjidhet me marrëveshjet e tyre dhe nga vullneti i lartë ashtu i secilit deputet të Kuvendit Republikës së Kosovës se mos të shihen procedurat si një mundësi për ta bllokuar ashtu konstituimin e Kuvendit e po ashtu deputetët mos ta shohin një situatë të tillë për ta fajsuar oponentin politik në këtë rast siç edhe po ndodh. Për arsye që përgjegjësia është e të gjithëve, pra po e them që një përgjegjësi, një dozë më të lartë e përgjegjësisë patjetër që e ka partia fituese, mirë po e fundit është që secili deputet ka përgjegjësi në konstituimin e Kuvendit dhe në këtë krizën të cilën jemi. Po, dhe megjithatë Melosa duket që të gjitha partive, sidomos partisë fituese, u konvenon kjo situatë me mos konstruimin e Kuvendit, për shkak se nëse kalon Kuvendi, atëherë ka disa afate të cilat parashikohen dhe jepet mundësia të gjitha partive tregojnë nëse i kanë numrat për formimin e qeverisë, apo si? Patjetër, një situatë e tillë realisht do të thoja që nuk i konvenon askujt. Mirë po nëse shohim për arsye që interesi i përgjithshëm është mbi interesin partijak e personal.
domethënë kur e bëjmë analizën, nuk mund të themi që një deputet nëse ka një interes partijake personal për ta bllokuar dhe për ta vonuar konstituimin e kuvendit, nuk mund të themi që ky interes është interes më i lartë se sa interesi i përgjithshëm. Andaj, duke parë nga prizmin neutral, nuk mund të themi që është interes i asnjërs palë. Mirë po, kjo situatë tashmë veç po kalkulohet politikisht, partjakisht nga partitë politike, po ashtu partia më e madhe është fakt evident që patjetër që ashtu secili minut dhe secila kohë e cila kalon, secila ditë e cila kalon është një kohë e cila është një kohë shtesë për partinë fituese që t'i bëj numrat për formimin e qeverisë me tutje nëse veç konstituohet kuvendi. Mirë po kjo nuk duhet që të shihet në këtë prizëm për arsye që kuvendi është dashur që të konstituohet shumë herët, mos të përballemi me një situatë të tillë, është dashur shumë herët dhe që mos të tentohet për shembull 22 herë siç është tentuar deri tash, mirë po seanca konstitutive siç është parapara realisht me kushtetute, me praktikat e tjera ndërkombëtare të mira parlamentare, është dashur që të përfundohet në ditën e parë, për arsye që edhe me kushtetutë parashihet një situatë e tillë dhe se në momentin kur është hartuar kushtetuta, nuk është parapar që deputetët do të refuzojnë realisht të vetë konstituohen. Andaj, një situatë e tillë nuk mundet që të shihet si gabim procedural ose gabim kushtetues. Një situatë e tillë duhet që të shihet si mungesë e vullnetit politik dhe mungesë e vullnetit të deputetëve që të konstituohen për një arsye ose tjetrën. Domethënë, një situatë e tillë, pra duke përmbledhur këtë se çka e thash, nuk i konvenon asnjërs prej partive politike, nuk i konvenon asnjë deputetit Kuvendit Republikës së Kosovës, për arsye që mbi të gjitha është imazhi i Republikës së Kosovës, imazhi i Kuvendit Republikës së Kosovës, i tempulli i përfaqësimit të qytetarëve në arenën vendore, po ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, për arsye që situata e tillë e krijuar është një situatë jashtëzakonisht e dëmshme dhe që patjetër ndikon edhe në besimin e qytetarëve në institucionet publike, në këtë rast institucionin përfaqësues që do duhej që realisht tashmë është dashur që qytetarët vetë se t'jenë të përfaqësuar. Mirë po tashmë realisht e kemi deputetët që kanë marrë mandatin, mirë po e kemi edhe në anën tjetër kuvendin e pakonstituuar që realisht nuk ka asnjë peshë tashmë që të miratojnë ndonjë ligj ose të ratifikojnë ndonjë marrëveshje ndërkombëtare ose ngjashëm. Kështu që jemi me një situatë të re që për vlerësimin e Institutit të Kosovës përgjithësi duhet që sa më shpejt të ndërpritet dhe që deputetët dhe që secili deputet realisht të reflektojë pozitivisht në këtë drejtim. Po, dhe me los pasi që çështja është dërguar nga njëra prej partive politike në gjykatën kushtetuese, deri çfarë mase mund të lëshohet gjykata kushtetuese në këtë interpretim apo ka rëndësi ndoshta edhe për mënyrën se si i është shtruar pyetja ose i është bërë kërkesa gjykatës kushtetuese? Atëherë, standardet kushtetuese donika janë të qarta dhe standardet kushtetuese duhet që të respektohen. Domethënë, kur e them këtë, nënkuptoj që secila kërkesë nga secili subjekt politik në këtë rast, ose secili deputet më mirë themi, duke ju referuar nenit 113 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që flet për palët e autorizuara, duhet që të ketë kujdes se si parashtrohet çështja në gjykatën kushtetuese, për arsye që ajo mund të përbëj praktik në të ardhmen. Kur e them këtë, them që kërkesa, secila kërkesë që dërgohet në gjykatën kushtetuese duhet që të jetë e qartë dhe që të jetë në korniza kushtetuese siç është përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kemi një kërkesë të Aleancës për Adhmërinë e Kosovës, të deputetëve realisht të Aleancës dhe po ashtu edhe disa deputetëve tjerë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me mosvotimin e fshet të kryetarës kuvendit në këtë rast. Kështu që një situatë të tillë sipas Institutit të Kosovës për drejtësi dhe sipas nenit 113.5, i cili flet për palët e autorizuara që kanë të drejtën ta iniciojnë çështjen në gjykatë kushtetuese, një situatë të tillë dhe në kushtetutë parashihet që domethënë dhe deputet kanë të drejtën që të adresojnë një çështje në kërkesë realisht ose çështje në gjykatë kushtetuese të kuvendit kur kemi një vendim të miratuar. Dhe po ashtu edhe ligjet. Mirë po në këtë situatë ne realisht nuk kemi një vendim të miratuar dhe që nuk kemi për arsye që mosvotimi. Gjykata kushtetuese mund t'jap interpretim. Realisht gjykata kushtetuese shpeshherë edhe ka ndruar praktikën e saj për arsye të situatave të ndryshme. Situata që në gjendemi është një situatë e jashtëzakonshme, është një situatë krize e cila patjetër që
don zgjidhje dhe që zgjidhja patjetër që siç po e shohim duhet që të jipet nga gjykata kushtetuese për arsye që secila parti politike po e gjuan topin prej një rësane të tjetën dhe përgjithësim po ashtu dhe një situatë e tillë nuk është ose kjo vazhdimësia që është duke na përcjellur nuk është duke na ndihmuar për daljen nga kriza, por gjykata kushtetuese patjetër që duhet që të aktgjykimet e gjykatës kushtetuese patjetër që duhet që të respektohen e po ashtu gjykata kushtetuese presim dhe kemi besimin që do marrë vendimin meritor në lidhje me këtë çështje, duke i respektuar dhe duke u lëshuar pra në standardet kushtetuese dhe në kornizat mbi të cilat i lejon Kushtetuta e Republikës së Kosovës që ta interpretoj se një akt i tillë realisht çka përbën dhe po ashtu edhe të lëshohet edhe në pjesën tjetër, nuk mund të përjashtohet mundësia që të lëshohet edhe në pjesën tjetër të rregullimit procedural të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, siç kemi pas rastin për shembull tek kryeministri Hoti ose qeverisja realisht ose tek kur ka qenë rasti i kryeministit Hoti dhe kur është dërguar në gjykatën kushtetuese ky rast i tillë, andaj kemi pasur rastin kur gjykata kushtetuese ju ka referuar abuzimit nga partia më e madhe në atë rast dhe që patjetër e kanë ndërprej këtë situatë duke përcaktuar afatet të rregullta dhe afatet të cilat nuk e lejojnë kushtimisht këtë abuzim i cili sipas gjykatës kushtetuese ka ndodhur dhe nuk e lejon asnjë parti që të kontribuojë në këtë abuzim dhe në bllokim të institucioneve, pasi që bllokimin e konstituimit në kuvendit na dërgon dhe na shpije padyshim edhe drejt vonesës në formimin e institucioneve, po ashtu edhe realisht në kontribimin e agjendave politike partijake parlamentare të Republikës së Kosovës. Po, dhe me lësë gjithashtu presidentja ka në duar, nuk e ka përjashtuar mundësinë e një interpretimi nga ana gjykatës kushtetuese. A konsideron që duhet pres presidentja edhe pak për arritjen e një marrëveshje politike apo tashmë është koha që kanë kaluar disa muaj që t'i drejtohet ndoshta kushtetuesës? Realisht pritjes vetë se ju ka ardhur fundi ashtu për arsye që tashmë konsideroj që kemi prit më shumë se që duhet. Konstituimi i kuvendit është dashur që të ndodhë që ditën e parë, ndërsa që nga dita e dytë që ka ndodhur ne vetëse jemi duke pritur për një zgjidhje të situatës aktuale. Presidenti i Republikës së Kosovës në bazë të nenit 113 prapë e them e ka të drejtën që të adresohet gjykatës kushtetuese në lidhje me kushtetueshmërinë e akteve, mirë po në këtë rast po ashtu kemi edhe një aktgjykim të gjykatës kushtetuese ku gjykata kushtetuese ka thënë që nuk është adresë pyetjeve të cilat shtrohen për shembull në këtë rast nga presidentja, mirë po situata është një situatë e jashtëzakonshme dhe që ndoshta gjykata kushtetuese do duhej që të trajtonte pyetjet e presidentes të cilat vetëse i parashtrohen lidhje me çështjen e konstituimit të kuvendit për arsye që situata e tillë po na dërgon drejt dështimeve ose rritjes së numrit të dështimeve të reja për seancën konstituive e më së paku po na dërgon drejt një zgjidhje e cila është zgjidhje e mirë për të gjithë deputetët e për të gjithë shtetarët e Republikës së Kosovës, andaj duhet që të shihet dhe duhet që të lihet si opsion patjetër edhe parashtrimi pyetjeve realisht kushtetuese dhe nga presidentja në gjykatën kushtetuese, mirë që gjykata kushtetuese të vendos fillimisht për pranimin e atyre pyetjeve dhe për përgjigjet e tyre, mandej nëse veç vendos për pranimin e kësaj lëndje për ta trajtuar, atëherë të konsideroj dhe të gjej zgjidhje dhe që ta trasoj rrugën edhe më shumë se që është trasuar, për arsye që ne konsiderojmë që rruga veçse është realisht e treguar jashtëzakonisht mirë po thjesht megjithatë partitë kanë shfrytzuar një vakum, apo jo, mund të themi këtë vakumin e mos përcaktimit të afatit. Zgjidhja veçse është treguar nga gjykata kushtetuese, ku ka treguar që secili deputet është përgjegjës, mirë po realisht ne nuk po kemi një respektim të pikave të këtij aktgjykimi dhe se patjetër ndoshta është evidente që duhet që të aktivizohet prapë gjykata kushtetuese, mirë po ky aktivizim gjithherë them që duhet që të bëhet në spektrin dhe në kornizat kushtetuese dhe ligjore që përcaktohen me dispozitat në fuqi të kushtetues e po ashtu ligjeve të Republikës së Kosovës. Dhe me los pasi që gjatë gjithë kohës monitoroni seancat e kuvendit,
konsideroni sa shpesh është shkelur kjo rregulloria ose ka pasur tejkalim procedurave nga ana se si e ka udhëhequr Avni Dehari seancën, pasi që ka gjatë gjithë kohës ankesa për mënyrën dhe tejkalimin e procedurave dhe rregullorës. Po, domethënë edhe kjo çështje është një çështje edhe një praktikë e re e cila ka ndodhur në këtë vazhdim në seancave konstitutive të Kuvendit Republikës së Kosovës. Kemi parë shpeshherë dalje nga kompetencat ose ndërprerje në mënyrë arbitrare pra të seancave të konstitutive për arsye që roli kryesuesit të Kuvendit është vetëm që realisht të kryesoj atë mbledhje, mirë po kryesuesi nuk është kryetari i zgjedhur i Kuvendit dhe është një dallim jashtëzakonisht i madh dhe mes tyre dhe nuk duhet që të ngatrohet një situatë e tillë. Tash kur ndryshon roli, patjetër që ndryshojnë edhe kompetencat për arsye që nuk guxon dhe nuk duhet që të ndërprehet seanca konstitutive për shembull pa u vendosur në votim dhe nuk konsiderohet që është dështuar, realisht ka dështuar seanca që të mbahet pa u vendosur në votim. Dhe çdo seancë është dashur pra që të dërgohet për shembull dhe nuk është dashur për shembull kohëve të fundit siç është duke u propozuar për votimin e fshehtë. Domethënë sa vihet në opsion për votimin e fshehtë duhet që të vihet në opsion votimi ose tentimi i kandidatës për kryetarin e Kuvendit ose potencialisht ndrimi i kandidatës. Pra seancës gjatë gjithë kohës po kryen shkelje duke mos e vënë në votim emrin e kryeparlamentarit. Në për secilën seancë patjetër që duhet që të vihet në votim pra dhe që të tentohet që të konstituohet Kuvendi për arsye që këto situatat e tilla nuk janë të rregulluara me rregullorën e Kuvendit pasi që nuk është konsideruar pra dhe nuk është parashikuar që jemi dhe do të jemi realisht në situatë të tillë, mirë po shpresojmë dhe vlerësojmë që deputetët do të kenë parasysh këtë krizë dhe që patjetër duhet që të kenë përgjegjësi morale politike që të gjejnë zgjidhje mirë që të i hapin rrugën e formimit të institucioneve të reja. Po, dhe me los duke parë tani këto qëndrimet, pozicionet e partive politike, këto bllokadën që ka kaluar më shumë se 3 muaj, tani çfarë legjislature e pret vendin? A mund të presim një debat më përmbajtësor dhe deputet më të përgjithshëm, apo përsëri do të përballemi me ato që shumë shpesh ju i keni evidentuar mungesën e quorumit, mos kalimin e ligjeve të rëndësishme, mungesën e një debati për këto ligje që kalojnë Kuvend? Fillimisht mungesa e quorumit gjatë legjislaturës së 8 ka qenë ashtu një nga situatat e cilat e ka përcjell Kuvendin ose më mirë themi një nga situatat negative që e ka përcjell Kuvendin në legjislaturës së 8 më së shumti, secili deputet ka përgjegjësi dhe ka detyrë dhe ka obligim morale politik që t'jetë prezent po ashtu ka dhe obligim ligjor e kushtetues që t'jetë prezent në seancat e Kuvendit Republikës së Kosovës dhe secila mungesë e tij apo saj duhet që të arsyetohet e që të kërkohet fillimisht në bazë të rregulloreve të Kuvendit e po ashtu në bazë të ligjeve në fuqi. Gjithashtu ne kemi dhe aktualisht Kuvendi i Republikës së Kosovës është në shkelje kushtetuese për arsye që kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese i cili ka kërkuar që deri me 1 gusht të vitit të kaluar që të respektohen komentet e tij dhe vlerësimet e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese lidhje për ligjin për pagat në sektorin publik, mirë po një situatë e tillë nuk është marrë parasysh nga deputetët që nga gushtje deri tani më që jemi në këtë situatë, andaj deputetët me urgjencë duhet që në momentin kur të konstituohet Kuvendi ta kenë parasysh këtë fakt se realisht është duke u krijuar një praktike rënd kushtetuese ku aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk janë duke u respektuar dhe se ky është një obligim kushtetues për arsye që në bazë të kushtetutës vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për të gjitha institucionet e po ashtu të gjithë qytetarët. Andaj po është urgjencë që të konstituohet Kuvendi për arsye që ka shumë punë ashtu të lënë pezull dhe që duhet që të i japin adresë dhe zgjidhje nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Për shembull kemi reformat sociale, kemi reformat pensionale, po ashtu kemi reformën në drejtësi, të cilat patjetër që duhet dhe kërkojnë trajtim të menjëhershëm dhe që inatët ose interesat partijake politike asnjëherë nuk mund të themi që duhet që të vijen para këtyre çështjeve. Për arsye që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në momentin kur konstituohet Kuvendi i pret jashtëzakonisht
zakonisht e madhe, po ashtu kemi pas edhe rastin kur të ndërhyrjeve të antarëve të legislativit, pra deputetëve dhe po ashtu edhe ekzekutivit në punën e sistemit të drejtësisë nga foltorja e kuvendit, gjë që është një praktikë jashtëzakonisht e dëmshme. Kemi parë edhe për lëshje fizike nga ana e deputetëve, kemi parë një gjuhë jashtëzakonisht jo parlamentare të deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës, andaj secila nga këto çështje duhet që të shihet si një jo model për deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, pra të kësaj legislature, të legislaturës së 9, për arsye që ndodhita po faktet të cilat kanë ndodhur në legislaturën e 8 janë disa nga aspektet negative të cilat nuk duhet që të shihen dhe të mirën shembull nga deputetët e legislaturës së 9. Po, dhe me lësë kur jemi të shkeljet, kohët fundit është diskutuar gjithashtu edhe vendimarrja e ministrave dhe të kryeministrit në detyrë për disa vendime të cilat janë marrë, pra kanë mandatin e deputetit dhe në anën tjetër vazhdojnë të marrin në detyrë këto pozitat që i kanë si ministra dhe kryeministri në detyrë. A konsideroni që ka shkelje në vendimarrjen e deri tanishme që kemi parë nga ana e qeverisë? Realisht, në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në 72, i cili flet për papajtueshmërinë, thuhet dhe konkludohet që një deputet nuk mundet që ta mbajë asnjë pozitë ekzekutive, që në rastin tonë vetë se është duke ndodhur dhe se deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës duhet që t'jenë deputet të legislaturës së 9 dhe asnjëherë nuk mundet që një deputet i legislaturës së 9 të jetë po ashtu edhe kryeministër qoftë në detyrë i legislaturës së 8, për arsye që kjo nuk ka as arsyetim logjik, as ligjore, as kushtetues. Një situatë e tillë është një situatë jo kushtetuese, një situatë cila nuk i bën mirë funksionimit kushtetues. Ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi në lidhje me këtë situatë kemi thënë që deputetët të cilët kanë marrë mandatin dhe që kanë qenë pjesë e ekzekutivit duhet që t'i lirojnë pozitat e zyret nga pozitat e cilat i kanë marrë realisht nga legislatura e 8 dhe që të definohen si deputet të legislaturës së 9 ose të zgjedhin të mos e pranojnë postin e deputetit, por që të vazhdojnë si kryeministër në detyrë ose si ministër në detyrë, ndërsa në momentin kur ata do të kishin vendosur për deputete, jo për kryeministër ose ministër në detyrë, patjetër që pozita atyre do duhet që t'i kalonte. Për shembull, në rastin e kryeministrit do duhet që t'i kalonte zëvendës kryeministrit, ishte në këtë rast pra nuk do të kishim vakum institucional, për shkak se do të kishte zëvendësues. Patjetër që po, për arsye që për këtë punë janë edhe zëvendësat. Puna e zëvendësit në bazë të rregullimeve kushtetuese e ligjore është që ai merr përgjegjësitë dhe detyrat realisht e kryeministrit në këtë rast ose ministrave të cilët janë të rregullt dhe që patjetër dhe nuk do duhet që të shihej si një bllokim institucional kur kompetencat e kryeministrit realisht në këtë rast Albin Kurtit i takojnë Besnik Bislimit dhe Albin Kurtit e vazhdoi për deputet, për arsye që institucioni nuk duhet që të shihet si emër i përvetshëm ose pozita e kryeministrit nuk duhet që të shihet si emër i përvetshëm, por më shumë ka rëndësi rregullimi kushtetues, më shumë ka rëndësi krijimi praktike së mirë kushtetuese se sa një emër i përvetshëm i secilit ose ministrave ose kryeministrit, dhe në këtë rast pra është një praktike e dëmshme e cila nuk do duhet që të ndodhte. Kryeministri bashkë me ministrat të cilët janë zgjedhur deputet në legislaturën e 9 nuk është dashur që të shkojnë në zyret e tyre dhe se është dashur që të vazhdojnë punën e tyre si deputet i legislaturës së 9 pa u përzier pra në punën e qeverisë në detyrë realisht të cilën vetë se e kemi. Atëherë me lësë falenderoj shumë që ishte sot. Faleminderit për juve për mundësinë, ftesën. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj bisede tani është koha për lajmet kryesor të botës.